Selam aleikum të nderuar shikues. Tema që do të trajtojmë sot ka shumë rëndësi, si për burrat edhe për gratë, për të gjithë ata që tashmë kanë krijuar familje. Sot do të flasim për balancimin e rolit të femrës në familje dhe shoqëri. Për ta trajtuar këtë temë, sot me ne janë zonja Labinot Demi Murtezi, albanologe dhe drejtoresh në Drejtoratin për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, si dhe deputete në Parlamentin e Kosovës. Gjithashtu me ne është edhe zonja Besa Ismaili, profesoresh e gjuhës në angleze në Fakultetin për Studime Islame. Pyetja e parë që dua t'ju drejtohem juve, zonja Demi Murtezi, cilat janë sfidat e femrës në balancimin mes rolit të saj të familje dhe shoqëri? Çfarë balanci duhet të mbajë femra në mes këtyre dy rrafshëve mjaft të vështira? Duke u përgëzuar për emisionin, them që kur një grua, një zonjë vendoset të kyçet në problemet të ndryshme të shoqërisë, qoftë duke dhënë atë çka ka përfituar nga profesioni i saj, qoftë duke i kontribuar shoqërisë në mënyra alternativa të ndryshme, ajo që fillimisht duhet t'i parapri një balancimi është guximi. Nga se për femrën asnjëherë nuk ka kohë të lirë, asnjëherë nuk ka kohë të mjaftueshme. T'jesh grua, t'jesh nën, t'jesh zonjë shtëpie, t'jesh anvise, t'jesh dado, është shumë. Duhet një guxim fillimisht, e pastaj me kohën u merr dorën gjërave dhe dal ngadal edhe arrin bilancin. Pa diskutim, shumë mundi, shumë përkushtim, nëse kjo do të shihej si një rol filmi a teatri, do të ishte vështirë të përpunohej. Është gjinia femrore, ajo që me sensin, me instiktin për të ndihmuar, për të bërë mirë shoqërisë, arrin të bëjë ato realitet në përditshmërinë e saj. Zonja Ismaili, Islami e ka graduar femrën duke i dhënë asaj një rol të lartë në celulën kryesore që është familja. Si reflektohet roli i saj në familje dhe shoqëri? Gradimet shkojnë edhe me përgjithësi dhe përgjithësitë vetvete na sjellin edhe kënaqësi. Mendoj se nderi më i madh që është bërë gruas pas krijimit të saj nga Allahu është besimi që asaj ju ka dhënë dhe natyrisht ato dispozita që vijnë nga Kurani dhe Suneti i Muhamedit alayhis salam për ta jetuar ajo jetën e saj, do thotë përveç krijesës së saj edhe një recept për mënyrën e jetesës. Përcjellja dhe bindja ndaj atij recete, le të themi, se po është thjeshtësim shumë i madh, nëse i them recept, sepse është shumë më shumë se një fjalë që mundet me përtheku kushtetuta çfarë do qoftë. Mendoj se është një lumturi e veçantë, është një kënaqësi e veçantë. Njeriu jeton me të vërtetën dhe në momentin kur jenë të vërtetën nuk ka kthim prapa. Nuk mundet njeriu të ikë nga vetvetja. Dhe duke qenë që jeton me të vërtetën, jeton ashtu si je, me një palë fytyre, themin e brenda familjes saj, brenda shoqërisë, dhe ky është ai gradim, se ajo nuk ka nevojë të shtiret dikush tjetër kur të dalë, le të themi, jashtë shtëpisë dhe në shtëpi të jetë dikush tjetër, apo që dikush ta trajtojë më ndryshe kur ajo ka një pozitë të caktuar dikon, apo nuk e ka atë pozitë të caktuar dikon. Çështja është se ajo është vetvetja e saj dhe për atë vetvetën e saj, krijuesi i saj ka pasur shumë konsiderat, jashtëzakonisht shumë, atëherë kur ka përcaktuar detyra të caktuara për te, përgjegjësi të caktuara dhe kur shumë çka ju ka lënë në zgjedhjen e saj, do thotë në lirinë e zgjedhjes. Se mendoj se me të vërtetë ky po që është nder. Sigurisht, kur vjen puna te statusi i femrës, një kohë që është vajzë dhe menjëherë kalon një status tjetër që është grua, është ky një balanc i vështirë për të mbajtë, një tejkalim i vështirë për ta? Shikoni, këto shoqëritë e sotme, kështu si ne jetojmë, dhe vetë fakti që po të imponohet me përcjell një balans, me baraspeshu diçka përveç detyrave, do thotë që i ke edhe si gru, edhe si vajzë, tash ti ekstra një detyrë hajde baraspeshoj gjërat. Mendoj se është tërësisht e padrejtë. Natyrisht, jeta e njeriut i ka fazat e caktuara, edhe jeta e një gruaje, kur është vajzë dhe kur është grua, të jetoj jetën, shikoni, në Islam këto lloj konvencione që ne mendojmë se janë shoqërore, nuk janë që e ngulfasin gruan, por përkundrazi, për shembull ne në historinë e Islamit njohim shumë gra që kur nuk janë martuar dhe që kanë qenë nga dietarët më të mëdha, ose gratë të cilat kanë qenë të veja dhe
nuk kanë pasur do thot bashortin, apo ndoshta edhe që Zoti nuk u ka falë fëmijë asnjëherë, por janë nga gratë e xhenetit. Do thot megjithatë vlera e saj nuk matet nga këto faza tranzicionit, të cilat varen faktikisht nga të tjerat. Ajo çka e bën gruan më të fuqishme në Islam është ajo çka varet prej saj, ajo është besimi dhe kryerja obligimeve fetare, ata çka Zoti e ka përcaktuar, qoftë si vajzë, qoftë si grua. Dhe kur gruaja i shet gjitha këto obligime në prizmin e fesë saj, besimit saj, çdo gjë është e lehtë, është e bukur, sepse mbi gjitha është çështje e vetëpërmbushjes fetare, edhe është çështje e kënaqësisë, se asaj që ne e quajmë po e kënaqem Allahun me një punë të caktuar, me një qëndrim të caktuar, dhe këto mundësi ki gjithmonë. Qoftë si vajzë, qoftë si grua, si e ve, si punëtore, brenda shtëpisë, jashtë shtëpisë, do thotë nëse ky është ajo orbita brenda së cilës ti silles, nuk ka ndonjë vështirësi, përkundrazi. Zonja Demi Murtezi, sot femrat përveç se janë të angazhuara në familje, duhet të kryejnë punë shtesë që i detyron ato të jenë larg shtëpisë. Si reflektohet kjo në familje? Është vështirë që ato të jenë larg shtëpisë përderisa kanë ta zënë fëmijë apo detyrat e tjera brenda familjes? Pa diskutim që kjo do të reflektohet, si tek vetë ajo femër që ka vendosur të merret me shumë punë njëkohësisht, po dhe te familja ajo është e padiskutueshme, aq më tepër nëse fëmijët janë pyetje dhe aq më tepër kur mosha e tyre do të jetë e vogël. Personalisht po kaloj në një fazë as pak të lehtë, nga se nuk i kemi të lira shpesh as vikendet, nuk kemi një orar të caktuar pune, por që siç tha dhe Besa paraprakisht, fuqia e besimit, kënaqësia që na jep udhëzimi, përditshmëria që e praktikojmë me Islamin, na bën të i kalojmë gjitha sfida, gjitha vështirësitë tjera. Pse them kët? E them kët nga se nëse kthehemi dhe shohim historitë e gjysheve tona, nënave tona, ato i kanë përcjellur kushte shumë më të rënda të jetesës, por që kanë vazhduar të praktikojnë Islamin e tyre dhe në kushte të jashtëzakonshme. Ato nuk kanë pasur ndoshta shumica prej tyre punë jashtë shtëpisë, por që punët e shtëpisë i kanë ngulfatur shumë të madhe. Pastaj nuk kanë pasur një respekt të duhur në përgjithësi në shoqëri, nga se për një kohë të gjatë femra është diskriminuar me të madhe. Ka dashur Zoti dhe kur ne si shoqëri kemi marrë në mesin ton, gjion e popullit ton, njerëz të shquar, dietar të shquar musliman që na e kanë zbërthyer fenë ashtu siç duhet, duke i dhënë secilit pozitën e duhur, duke i shpjeguar secilit pozitën që ka në shoqëri, edhe femra dal nga dal ka arritur, domethënë, statusin meritor të saj në shoqëri. Pikërisht pozita e gruas në shoqëri ka qenë ajo që mua më ka shtyrë të lexoj vazhdimisht për Islamin. Ka qenë ajo që mu më ka brejtur gjithmonë, kur në kohën kur ndoshta unë ende nuk e kam pas mbulesën, i kam parë të tjerët se i kanë gjykuar femrat me mbulesën mbyllën, me mbulesën keq trajtohen, me mbulesën keq përdoren, për mbulesën paguhen e gjëra të tjera. Kjo tek unë e ka arritur kundër efektin, unë kam lexuar gjithnjë më shumë për pozitën e saj në shoqëri. Dhe hadithet shumëta, porositë shumëta profetike më kam bërë ta dua gjithnjë më shumë, ta vlerësoj unë veten dhe të reflektoj me pozitën time si femër në shoqëri karshi të tjerëve. Ne e dim qartë se kem një porosi profetike që thotë do të jetë prej banorëve të xhenetit ai që edukon 3 vajza deri në pjekurinë e tyre, domethënë shpërblehen prindrit në mas të veçantë, ata prindër që edukojnë vajzat, domethënë në mënyrën ashtu siç e kërkon Islami, e dihet si kërkon Islami. Pastaj kem një porosi tjetër profetike që thotë më i miri prej jush është ai që është më i miri për gruan e tij. Kemi këshilla që thonë silloni mirë me gratë, domethënë për pozitën e gruas, domethënë kur ajo futet në marrëdhënie martesore, mos flasim pastaj kur ajo bëhet nën, kur është pyetur pejgamberi alayhis salam, kush nga njerëzit meriton më shumë të respektin tim, ka thënë nëna yte, po pastaj nëna yte, po pastaj nëna yte, pastaj babai. Domethënë, pasi është potencuar 3 herë pozita e nënës, në herën e 4 është potencuar pozita e babait. Gjitha këto njohuri që nuk mund të themi se i kanë munguar shoqërisë sonë, se gjithmonë kemi pasur hoxhallar të mirë, dietar të mëdhenj, por që populli nuk ka qenë aq i sensibilizuar, femra nuk ka qenë aq sa duhet e kyçur në shoqëri dhe në familje, që të përvecoj edhe ajo, domethënë, nga njohuri që i kanë dhënë që jep Islami.
Nëse burrat e shtëpisë kanë shkuar në namazin e xhumas, jo gjithmonë hutbet e xhumas janë përkthyer, jo gjithmonë njerëzit nga angazhimet e shumta punët pa orare dhe në fushë gjana të tjera kanë arritur atë që e kanë përvetësuar për vete ta transmetojnë edhe te gratë, dhe gratë kanë mbetur në një farë mënyre të neglizhuara pa dashje, por elhamdulillah sot femrat vetë vendosin të studiojnë, vetë vendosin çka të studiojnë, vetë kanë marrë pozitën e tyre, hapësirën e tyre të duhur brenda shoqërisë. Andaj, duke u vëdisuar për këto hapësira që kemi, në njëjtën kohë na është rritur edhe përgjegjësia që ne ti kontribuojmë kësaj shoqërie. Mos kënaqemi me kaq, mos mbetemi me kaq, por t'i shërbejmë edhe gjeneratave të tjera, zonjave, zonjushave më të reja, domethënë në fusha të ndryshme profesionale. Karshi kësaj përgjegjësie që kemi, ne sakrifikojmë edhe familjen, sakrifikojmë edhe fëmijët, bëjmë të pamundurën, nuk kemi orare gjumit, nuk kemi kohë të lira, merremi shumë pak me veten, dhe që pas gjithë këtyre vështirësive, neve vetëm na mbet të themi, inshallah po bëjmë atë me cilën Allahu është i kënaqur me ne, dhe inshallah na mundson Allahu të bëjmë dhe të flasim vetëm atë për cilën ne do të shpëtojmë nga një llogari sa më lehtë që të jetë e mundur. Nga se të mundohesh të reflektosh gjithmonë mirë, gjithmonë në mënyrën e duhur, karshi familjes, fëmijëve dhe shoqërisë, nuk arrin të bësh gjithmonë një balancë. Ajo është më shumë sakrificë, është shumë vetmohem, por që balancë nuk arrihet ndonjëherë. Në përvojën tuaj, sigurisht që ndonjëherë është dashur që qëndroni larg fëmijëve. Si ja keni shpjegu këta, ose ndoshta si e keni bind veten që qëndroni larg këtyre, është me të vërtetë vështirë? Deri më tani më është dashur ta bind veten e t'u shpjegoj fëmijëve, nuk kam arrit hala se fëmijët i kam 41 vjeç, është e pamundur, është e pakapshme për ta t'u shpjegosh se kam një takim, kam një mbledhje ose sot do të vonohem më shumë se ditëve të tjera. Nganjëherë po kam frikë, po them ndoshta unë do të jem prej atyre nënave që fëmijët nuk do të ma lypin halallin, do t'u lypun atyre, dhe padyshim nuk jam e vetmja, por që mundohemi atë kohë sa e kemi ta dyfishojmë, t'u shprehim me gjithë lodhjen që e përfitojmë, që e fitojmë në aktivitete, në takime, mbledhje gjana, kur kthehemi në shtëpi për një herë t'i harrojmë, për një herë t'i absorbojmë gjitha ato, për një herë na vjen një energji tjetër, na vjen një pozitivitet, domethënë, dhe po shoh që po reflekton, edhe fëmijët. Ndoshta ajo koha më e gjatë edhe gëzimin për rrit pak më shumë kur po takohemi pas një periudhe më të gjatë se zakonisht. Ndoshta është pjesa më e mirë e ditës. Ajo të përmbush pastaj. Unë them se është edhe çështje motivime. Më shumë se çdo gjë, ne besimtarët jemi të motivuara për që të mos ndalemi. Sepse bile mërzitemi nëse ndalemi, sepse ne e dim çka do të thotë të punosh dhe për kë po punon dhe për çfarë po punon. Do thotë arsyeja pse ne punojmë është jashtë kësaj botës materiale, që jashtë këtij konsumerizmi apo këtij farë satisfaksionit përkohshëm, është diçka që është për ne diçka më lartë, më e lartësuar, dhe madje çdo moment të kohës sonë kur e kalojmë duke qëndruar kot, është një frikë, është një ndjenjë shumë e keqe, dhe më shkoj pasditja, më shkoj dita, më shkoj nata, më shkoj ora, si më shkoj ora. Do thotë varet shumë prej motivimit, dhe besimtarët kudo sot, këto besimtarët e reja, unë nuk e kam takuar asnjërin që bën një punë të vetme. Madje asnjërin edhe ato që nuk kanë një punë, fatkeqësisht nuk e kanë një punë në institucionet e Kosovës, me gjithë meritat se ato do duhet të ishin aty për te kvalifikimeve që posedojnë shkollës arsimimit që kanë mbaruar, ato bëjnë punë të shumta. Ose punojnë vullnetarisht në xhami, ose mësojnë gratë të tjera për bazën e fesë. Janë shumë të kyçura në për qerdhe, në për këshillat e prindërve. Kam hasë të janë shumë të përkujdesshme edhe për pastërtinë ambientit. Do thotë asnjëra tek ato të cilët feja e Islamit i prek, nuk e shohin punën si një bezdi apo si një lodhje, dhe tash të bëj një ndarje në mes asaj ku po punoj sa dhe sa përqind dikun tjetër, edhe sa po bëhet kjo farparaspesh. Jo, përkundrazi, nuk shikojnë fare ku punojnë, sa punojnë përderisa, siç po e them, motivimi është jashtëzakonisht i lartë për një shpërblim.
për një falje mëkatesh, për një diçka që është hyjnore, për qenë falënderuese, për qenë adhuruese ndaj atina që e meriton, edhe mendoj se ja vlen. Aq janë motivuese sa që nuk e di për bot kuptimin e dikuj nuk ka ma mirë sa me ilustru se sa kur them kretë këto punë, këto graj bajnë pa pagesë, pa asnjë kompenzim monetar, edhe pa asnjë detyrim përpos me dëshirën e vet. A nuk është vetë mohim që thot nderuar Labinota, është definitivisht është vetëm vetë mohim, sepse sikur t'ishte, po e zon, për një mirëqenie, për një rahati, çdo kush do bënte një balans, pse jo? Ne e kemi pozitën, jemi në shtëpi dhe fundja fare mund t'i mbyllen dyert. Vetë mohim mjaftueshëm. Unë e them se është shumë shpërblyes. Karshi njerëzve, shiko, varet edhe kush është targeti. Unë si shpo e them, besimtarët nuk i kanë target njerëzit. Ndonse, si besimtare për mua shumë me rëndësi mendimi muslimanëve të mi, a jam e dobishme për ta, a t'jem e vëmendshme ti mos i shkaktoj kurfar dami asnjë muslimani, asnjë njeriu në tokë. Kjo është natyrisht, është definitivisht është shumë e rëndësishme për mua. Por se shpërblime, si po e thash, janë diçka që priten nga dikush tjetër për një moment tjetër. Është shpërblyese edhe me diçka tjetër, sepse nuk shihen gjërat vetëm konkretisht nëse dikush a di për mirënjohje, apo nëse ju keni marrë kompenzimin monetar për një punë, ose çka po diun, keni marrë pozitën e caktuar. Jo, unë mendoj se bile ajo e cila nuk shpërblehet në këtë botë, thuaj se e ka aq më tepër shpresën se do të jetë shpërblyer, sepse ka shumë frikë të jetë shpërblyer në këtë botë, sepse ka shumë frikë se mos po i pakohet nga ajo shpërblimi që ajo po e shpreson për botën ashme. Ndërsa edhe puna e fëmijëve kur kthehemi në shtëpi, motivohemi, edhe motivi është ajo që të mbush energji për diçka më tepër. Nëse në mëngjes i përcjellin fëmijët, shkojnë në shkollë, i kemi përgatitur, janë të kënaqur, dalin me një përqafim, ndërkohë ne vrapojnë në punë të tjera, prap pas dite sërish takohemi. Motivimi im është kënaqësia e tyre, dhe është shumë e rëndësishme që kam një tjetër burim motivimi që fëmijët e mi do të jenë krenar dhe do të kanë një shembull brenda familjes tyne, si për të qenë nën, bia ime, si për të qenë bashorte, si do të trajtor djali im nesër bashorten e tij, dhe ky motivim shkon në atë që fëmijët tanë të jenë krenar, sepse ne kudo që shkojmë dhe kudo që ne punojmë, shembullin na ndjek dhe ne ndjekim një shembull, dhe është jeta e pejgamberit alayhis salam dhe gjithë atyre grave të cilat e kanë shoqëruar atë, dhe ata kanë qenë shumë më shumë në numër se sa që kanë qenë burrat, dhe do të jenë krenar me punën që kemi bërë, sepse kemi bërë ndershëm, e kemi bërë vetëm për hir të Allahut, dhe mendoj se nuk ka sinergji më të madhe se sa kjo. Prandaj them se zhgënjimet për shembull nuk i gjen te gratë besimtare siç mund ta gjejti dikush që besimi nuk ka rëndësi. Shpeshherë kam takuar në jetën time, besoj edhe Labinota edhe më shumë, gra që kanë qenë shumë kontribuese, shumë frydhënëse, dhe për një moment çdo gjë ndalet, stopon. Dhe kur bisedon me to pse dhe si ndodhi, s'ma diti filani, s'ma diti organizata, nuk e mora atë që meritova, kjo shoqëri nuk meriton asgjë, jo. Një qëndrim tillë ne nuk e kemi. Gjithë puna e besimtarit është e bazuar në një kornizë të cilën Allah xhaleshano në Kur'an e ka thënë shumë mirë, se ai është i kënaqur me veprat e vogla, modeste, që bëhen për hir të tij, por që bëhen në mënyrë konsekuente, që bëhen vazhdimisht e pa ndërprerje, dhe këto janë ato punët e mira. Sepse punët që ne i bëjmë, po e zom edhe jashtë shtëpisë, unë i bëj për fëmijët e mi. Sepse unë e dua që shkolla ku shkojnë fëmijët e mi t'ju jap atyre disa mësime më të mira. Unë dua që fëmijët e fëmijëve të mi nesër të kenë një shoqëri më të shnosh. Kjo është defekti, besoj unë, mes asaj që njerëzit mendojnë ka një private dhe ka një publike, dhe tash një u balanconi. Dhe një jetën e një besimtare nuk ekziston ajo ndarje. Është një ndarje totalisht artificiale, është një ndarje që ka ardhur nga pabesimi. Jo, ne jemi këta njerëz që jemi,
Arsyeja pse mbajmë shami, pse është përcaktuar shamia si farz, është për shkak të jetës publike që nënkupton që ne automatikisht do të na duhet një interakcion me shoqërinë, dhe që ajo shoqëri të jetë më e mirë. Gjithmonë kam marrë shembull, paramendoni ju them jetën e pejgamberit alayhis salam sikur mos të ishte Hatixha radhiyallahu anha, sikur mos të ishte Aisha, sikur të mos të ishin gjithë ato sahabesha të cilat e kanë mbrojtur atë në betejë atë një pas njëshme që ai ka shkuar me të, sikur të mos të ishte Sumeja, si do të ishte Islami sot. Prandaj them se këto janë ato motivime, këto janë ato baza, ne i ndjekim ato dhe më vlefshme mbi gjitha është koha, cilën ne mundohemi ta maksimizojmë për shkak të motivimit të fuqishëm që e kemi. Dua t'ju pyes që të dyjave, si duhet caktuar prioritetet një grua e punësuar? A mjafton instikti i saj, apo duhet të ketë ndonjë dispozit që i ndihmon që të mbajë një balans mes angazhimeve të saj në familje dhe shoqëri? Kjo ndryshon nga dita në ditë. Nuk mund të kesh absolutisht as edhe 2 ditë një pas njëshme, domethënë me një rutinë. Gratë angazhuara jashtë shtëpisë nuk kanë rutinë. Nuk kanë, po mendoj, rutinë zakonshme, orar caktuar, domethënë. Ftesa të kohëpaskoshme, angazhimet një pas njëshme, punë pa orare, varet shumë duke fillu prej gjendjes shëndetësore, të vetë grusë edhe të fëmijëve, prej përditshmërisë sonë e cila çdo ditë më shumë po ndryshon, çdo ditë më shumë po dinamizohet dhe padyshim është instikti ai që në situatat nganjëherë të patejkalueshme din me të nxjerrë siç është më së miri. Ndoshta kur mendon që je më lehtë, ki më dal shumë më vështirë, ose kur mendon se je më vështirë, ki më dal shumë më lehtë. Siç ta Besa, është vetëm motivimi, ajo që përpunohet brenda, vetëm dëshira, vetëm vullneti, vetëm sakrifica, ajo që të shtyn, ajo që i thënë gjitha barrierat, ajo që nuk lën me i pa as pak pengesat, ajo që din vetëm me thënë bëje, vetëm din me thënë ec, vetëm din me thënë vazhdo, është motivimi ai që nuk lën me pa anash, është vetëm motivimi ai që të shtyn me pa pas shumë muajve, pas shumë viteve, për të mos thënë edhe pas shumë dekadave. Janë këto ato që të nxisin vazhdimisht, janë këto predispozita, ato që të bëjnë tjetosh me një forcë të pakrahasueshme, as me njerëzit e shtëpisë, as me njerëzit e familjes ngushtë të gjerë, e të mos flasim më me dikë tjetër. Instikti apo dispozitat, kush duhet ta udhëheq më tepër një grua të punësuar që ta mbajë këtë balans të vështirë? Momentet caktume do thoja instiktin, momentet caktume do thoja dispozitat. Ka dispozitat që në momentet caktume nuk te i kalohen, që patjetër diçka do të lësh keq. Po ka raste kur harrohen dispozitat, është instinkti ai që t'udhëheq. Nuk është një vi e kuqe, një vi e prerë. I besimtarëve zakonisht ditë jeti drejt. Pa diskutim, duke pas frikë Zotin, në çdo hap që bëjmë, në çdo fjalë që flasim, instinkti muslimanit është ai që të dallon nga njerëzit e tjerë të zakonshëm. Kur nganjëherë nuk më del diçka ashtu si që unë mendoj, mbështetem te Zoti, pajtohem se ka qenë një sprovë, pajtohem se pas vështirësisë vjen lehtësimi, kujtoj gjitha ato ajete, hadithe, them po, çka bëjnë ata që nuk besojnë Zot, si i kalojnë ata që nuk besojnë Zot. Pastaj kur dëgjoj për skandale të ndryshme, për dhunën në familje, për divorce, për vetvrasje, ndonjëherë e shoh veten, e mas veten, s'po them e vlerësoj, por kënaqem me atë që ne e kemi, me atë që ne jemi, me ngushëllimin që e kemi tek mëshira e Zotit, tek mëshiruesi, mëshirbërësi, dhe pa diskutim, kur se cilën punë filloj me emrin e tij, me shpresë në mëshirën e tij, pa diskutim që edhe sigurisht do të na udhëzojnë me instiktin e drejtë. A stimulohet mjaftueshëm femra që të ketë rolin e saj jo vetëm në familje, jo vetëm në rritjen e fëmijëve, ndonë se kjo punë është shumë e vështirë dhe nuk mund të quhet si një profesion, është ndoshta një nderim që na u ka dhënë. Po a stimulohet mjaftueshëm që të kryejë një punë edhe për te familjes? Nuk do të thosha se stimulohet mjaftueshëm nëse shohim në rrafshin institucional.
femra nuk stimulohet mjaftueshëm nëse shohim rrafshin institucional dhe në mënyrën këtë mënyrë të jetesës dhe të mirëqenies që ne e posedojmë tani për tani, nuk stimulohet mjaftueshëm. Femra duhet sakrifikoj shumë fish më shumë se një mashkull, tjetë edhe vetëm një zonjë brenda shtëpisë, vetëm një grua, nuk themi për asnjë grua se është e papunë. Absolutisht nuk është e papunë. Një grua që punon vetëm në shtëpi, domethënë jo në institucione ose aktivitete të tjera, ndoshta punon shumë fish më shumë se një grua tjetër. Unë një kohë isha e papunë për disa shkaqe shëndetësore, dhe çdo takim që kisha me zonja, me shoqe, thosha nuk po m'pëlqen, nuk po vuj për një kohë që dikujt i kam thënë anvise. Nëse dikush e ka shënu profesionin e saj anvise, nëse unë e kam trajtu, jo e kam trajtu, po i kam thënë është thjesht një anvise, se e kam pa çka do të thosh thjesht në shtëpi. Punë në shtëpi nuk mbarojnë. Nuk do me thëmë përpara s'kanë ekzistuar institucione që siç ekzistojnë sot, po pejgamberi alayhis salam ka vlerësu gratë, ka vlerësu motrat, ka vlerësu gjitha femrat e shoqërisë. Kem pas femrat e asaj kohe edhe tregtare, kem pas edhe muhadithe, kemi pas edhe ato që i kanë shërbyer kur ai ka qenë në përditshmërinë, po edhe në luftë, domethënë edhe në përgatitje të ushqimit janë vlerësuar, edhe mbajtjen e pastërtisë janë vlerësuar. Në këtë kohë kaq materialiste tek ne femra nuk vlerësohet sa duhet. Vlerësohet vetëm atëherë kur i kontribon materialisht familjes dhe shoqërisë, pa diskutim duke bërë përjashtime në raste të caktuara. Nga se një zonjë, suksesi i një zonje varet shumë nga zotëria e asaj zonje. Kjo është e pakontestueshme. Por edhe anasjelltas. Edhe anasjelltas nuk diskutohet, por që kur femra vendos janë disa zonja, duke filluar nga nëna, motrat, bashortja, bija. Po, gjitha me radhë. Ndërkaq i zonjës në veçanti, mirëkuptimi i zotërisë është i burrit në këtë rast, është shumë domethënës, nga se puna pa orar, angazhimi dyfisht për fëmijët e gjërat të tjera të përditshmërisë janë vetëm e vetëm kur arrit mirëkuptim mes bashkëshortëve, pa e pasur mirëkuptimin, sakrificën e dy anshme, nuk arrihet të jepet sa duhet shoqërisë dhe femra nuk del në pa sa duhet, sado që vazhdimisht sakrifikon, nuk del në pa sa duhet nëse nuk e ka mbështetjen e bashkëshortit dhe familjes. Zonja Ismaili, si keni caktu ju prioritetet e juve, keni ndjek instiktin, dispozitat, apo që të dyja? 3. Përveç dispozitave dhe instiktit, mendoj se një gjë tjetër që më ndihmon edhe së të kësaj dite, është të njoh traditën e grave muslimane, të lexoj çdo herë më shumë mbi sakrificat e tyre, mbi çfarë ato kanë ndërtuar, sepse unë them se ne kemi një trashëgimi shumë kontekstuale, shumë kosovare, edhe të islamit këtu, edhe të muslimaneve, edhe kjo më ndihmon shumë. Më ndihmon shumë edhe kur lexoj për rrëfime jetësore të grave në kontekst global. Kur shoh se për shembull që në shekullin e 19 dhe 20 edhe shtetet arabe janë përballur me vështirësinë e mohimit të drejtës fetare, respektivisht të shamis. Dhe më motivon shumë kur lexoj se sa gra ka përfunduar të vdekura, të torturuar në përburgjet e Egjiptit, Algjerisë, Sudanit, Jemenit dhe Turqisë. Pastaj gjithë ato traditë që ato kanë vazhduar për të ardhur në sipërfaqe në shoqëri, për të dalë në dritë, edhe se si atyre u dash ka shumë kohë. Edhe ato po vinin nga një popull musliman, madje nga një traditë e tyre me një shtet islam ka qenë shumë më afër se sa e jona dhe shumë më interaktive se sa e jona, dhe atyre u dash një shekull të tërë që të rikthehet, do thot një e drejtë e cila padrejtisht u ishte mohuar. Edhe kjo më motivon jashtëzakonisht shumë. Më motivojnë dhe më japin një udhëheqje shumë gjëra. Në radhë të parë, siç po e përmend Labinota, familja. Unë kur kujtoj për shembull stërgjyshen time nuk mund ta paramendoj ndryshe, nuk ka qenë ajo, as nuk është paraqitur ndonjëherë më ndryshe se sa një gru që vazhdimisht bënte dhikër dhe i kishte të spit në dorë. Gjyshen time e mbaj mend me një namazbes të bardhë. Kënaqësinë time
të gjyshit dhe gjyshës dhe tecurit përdore si fëmijë ka qenë shoqërimi im me ta deri në oborjen e xhamisë. Do thot këto lloj tregimesh dëshiroj që ti përkujtoj vetes vazhdimisht sepse ato me të vërtet më udhëheqin. Gjithashtu dëshiroj që fëmijëve të mi t'ua përsjell, por që krahas këtyre të krijoj dhe thjesht ju përsjell edhe aktualen atë në për cilën unë po kaloj. Pse po I kthehem gjërave të instiktit? Unë kujtoj instinkti është diçka shumë biologjike, shumë subjektive. Ndërkohë që si muslimane neve na kërkohet mbi gjitha të jemi objektiv. Dhe subjektivizmi është një aspekt shumë human, por që besimtari ka dispozita, cilat I lexon dhe I mëson dhe I praktikon, që di si ta menaxhoj një subjektivizëm. Dhe pikërisht të qenit objektiv dhe jo instinktiv dhe subjektiv, na bëhet të vlerësojmë njerëzit, të vlerësojmë gruan, jo nëse ajo po m'pëlqen, ka muhabet me të, po nëse ajo është produktive, nëse ajo është intelektuale, nëse ajo është e dobishme për shoqërinë, ti shohim gjërat le të themi më profesionalisht. Dhe mendoj se pikërisht kjo është ajo që aktualisht po u mungon muslimanëve, që ka shumë subjektivizëm në mesin e tyre, që ka fare pak tolerancë, në kuptimin që besimtarën dëshiron të ashet të përkryer dhe nëse ka vetëm pak diçka më pak se të përsosur në të, atëherë hidhet poshtë dhe bëhet subjekti kritikave. Në Islam nuk është ashtu, njerëzit gabojnë, por se mbështetja nënkupton gjithashtu përmirësim. Ata njerëz të një shoqërie të cilat gjithëpërfshihen, që shoqëria është zemërgjerë ndaj tyre, ata gjithmonë kanë shanse për të qenë të mirë më të mirë, ndërkohë që ata që izolohen dhe ajo shtresë cilës shoqëria heq durrët shumë kollaj prej asaj shtrese, ata kanë shumë tentativa që për shkak të padrejtësisë të kthehen në diçka që është shumë radikale, shumë agresive dhe shumë e vrasë. Fundja fare shihni çështjen e terrorizmit së në botë. Çka është terrorizmi përpos produkt I paaftësisë dhe padrejtësisë, do thotë e ka parë vetën një shtresë e caktuar, njerëzish ashtë ndaj cilëve është bërë aq shumë padrejtësi dhe e shohin veten aq shumë të pashpresë dhe ndërmarrin veprime totalisht iracionale. Dhe iracionalizmi, këto subjektivizma, mos balancimet në kuptimin e konsultimit me traditën islame, në kuptimin e konsultimit dietarëve të ndryshëm, si po ja bëjmë për një situatë të caktuar, si po e bëjmë një çështje kur këto çështje I mbeten individit me teket e veta me I zgjedh, do thot vije deri te këto situata. A duhet ju kthehemi mësimeve të hershme të Islamit në mënyrë që të marrim këto vendime të hershme, të vonshme, të mesme, të gjitha mësimeve të Islamit gjithsesi se duhet t'ju kthehemi. Sot e kam përsëritur kur po flisnim në përgjithësi për disa gjëra që ne kemi në Islam, që Islami na I ofron, dhe kur I ndëgjojnë gra tjera, nganjëherë pa ditur ato se unë referencat po I marr nga feja islame, ato më thonë, Besa, po ti je idealiste e madhe, po ku ka këso pune, po ku e bën burri për shembull këtë punë, si ka mundësi që gruaja të mos ketë obligime brenda shtëpisë, ose si ka mundësi ajo të menaxhoj pasurinë, ti po mendon ndoshta për një situatë suedise apo ku ata mendojnë që barazia gjinore është diçka më mirë se këto. Thom jo, kjo është në fenë time, kjo është feja islame. Dhe sigurisht ju ke referu me... Dhe pastaj kur e thëm ato ngelen, do thot pikrisht këto është çështja, të kthehemi mësimeve tona, të konsiderojmë ato jo si aksesuar, jo si një stoli, ku do thot jetoj në jetën publike, një jetë jo mirë të qëndrueshme, dhe Islami kam kështu. Për aksesuar, jam musliman, deri dikus jam musliman. Jo, nëse jemi musliman, dhe kjo nënkupton çfarë me cilën ka zbrit Islami. Fillimisht ajo është që të lexojmë dhe të mësojmë dhe të shkruajmë, sepse betimet e vetë Allahut janë bërë në dy gjëra, në kohën dhe në lapsin. Do të thotë që të shfrytëzojmë racionalisht kohën,
kohën kualitative për gjëra kvalitativisht të qëndrueshme dhe mundësisht edhe lapsin që të shkruajnë për përvojat tona. Nga një pyetje shkurtimisht për fund, çfarë kompromisesh duhet bërë femra për të arrit, jo vetëm balansi, po për të mbrit qëllimet e saj në jetë, cilat janë ato kompromise? Po mendoj që disa prej tyre dhe u përmendën gjatë temës, është një guxim, mos themi tepruar, se guximi tepruar çon ndonjëherë edhe në gjërat pamajshme, por që një guxim fisnik do ta quaja. Një guxim fisnik, një niyet i pastër, një mbështetje e fuqishme në krijuesin. Vetëm kjo mund të arrijë të jap vullnetin e duhur që njeriu të bëj ndoshta diçka në këtë kohë të pa kohë. Për shumë gjëra, këtë kohë do ta quanim të pa kohë. Si shoqëri muslimane, në këtë kontest, në këtë situatë ku jemi në Kosovë, në Ballkan edhe në Evropë në përgjithësi, shpesh herë gjendemi në disa udhkryqe, në disa divergjenca të pakapshme, por që prap është feja ajo që na dallon, ajo që na mundson ta vlerësojmë veten, ta shohim veten, dhe në udhkryqe aq të mëdha ku ndoshta asnjë lloj semafori nuk bën punë, është Islami, ai që të bën të prekësh me të dy këmbët në tokë, ai që të bën të meditosh rreth përditshmërisë, rreth ambientit që të rrethon. Është Islami ai që kur nuk e marrim si një obligim, hajt se po e kryjm një farz, hajt edhe këtë farz tjetër, por ajo gjendje kur Islami të kënaq, kur Islami është përditshmëria jote, kur Islami është ai që ta bën orarin prej namazit sabahut deri namazin e drekës çka do të bëjmë, prej drekës e nikindi çka do të bëjmë, e kështu me radhë gjitha, domethënë prej namazit namaz, prej xumaz në xuma, prej Ramazanit Ramazan, ashtu siç edhe jemi të obliguar, nuk kemi mundësi tjetër, me një fjalë të vetme, vetëm kur bindemi, kur lexojmë, kur vëdësohemi sa më shumë në Islam, vetëm në këtë mënyrë ja kemi qëlluar, vetëm në këtë mënyrë ja kemi arritur. Vetëm duke parë traditat e Muhamedit a.s. sahabëve dhe të tjerëve pastaj për diçmëritë e zonjave, zonjushave, zotrinjve në përgjithësi siç e ceku besa me radhë në vende të ndryshme, sakrificat, vetmohimet e pa imagjinueshme ndoshta për persona caktuar, për shoqëri caktuara në botë, vetëm kur të përmbushemi në këtë mënyrë, do të themi se diçka kemi arritur, do të shohemi se sado që ndoshta në momente caktuara vlerësohemi apo nuk vlerësohemi, ndihemi mirë vazhdimisht me atë që kemi bërë dhe për atë që jemi duke bërë dhe që synojmë ta bëjmë në të ardhmen. Edhe një gjë për kompromiset shumë e rëndësishme, siç po e përmendëm nderumja. Ka kompromise ka kudo, dhe kompromisi e mesatarja është thelbi i fesë sonë, edhe ashtu. Domethënë mesatarja është feja jonë dhe nga dy të keqe, një keqe më e vogël është pjesë e fesë sonë. Do thotë këto dy kalkulime i bëjmë gjithmonë. Po diçka që është e pa kompromis, atë mund ta caktojmë ndoshta me gishtat e dorës se janë më pak, pa kompromis është cënimi i besimit të saj dhe mohimi i të drejtës së saj për të kryer obligimet e saj fetare, ashtu siç ajo i ka zgjedhur dhe ashtu siç ajo i ndjen shpirtërisht. Çfarë do të cënimi i ndaj kësaj që për cilat ne absolutisht s'kemi, kur për kompromisin nuk kupton një thyrje, nuk kupton një rrezik shumë të madh për shoqërinë, për individin, prandaj ato janë edhe të dënueshme me ligjet e njerëzve, ndërsa me ligjet e Allahut janë dëshkime të mëdha presim, pritet për ata njerëz. Zonja, ju falenderoj shumë për pranin tuaj këtu. Dhe kaq ishte të nderuar shikues, shpresojmë që jemi mirë emisionet e ardhshme.